Jo vetëm në Novosel dhe në Lumin Vjos, por gjendja e gatishmërisë ka prekur orët e fundit edhe qytetin e Vlorës. Autoritetet kanë vendosur alarmin se qyteti mund të përfshihet në orët në vijim, sipas parashikimeve meteorologjike, nga erëra të forta. Ato pritet që të jenë nga drejtimi jugor dhe të intensifikohen, duke arritur deri në shpejtësi 25 metër për sekond. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme, si dhe të tregojnë kujdes maksimal. Strukturat vendore dhe shtetërore do të jenë në gatishmëri të plot për çdo problematik që mund të paraqitet, ndërkohë fundjava parashikohet që të rikthejë edhe rreshtet e shiut në qytetin e Vlorës. Në këtë kuadër, ndërmarrja e ujësillës kanalizime rajoni Vlorë po i kushton një rëndësi të veçantë pastrimit dhe mirëmbajtjes në kontroll të sistemit të kanalizimeve. Përgjatë shëtitores bregdetare të Lungomares, është mundësuar pastrimi i rrjetit. Gjatë mëngjesit të kësaj të premteje, është ndërhyrë edhe për pastrimin dhe zhbllokimin e rrjetit të kanalizimeve në rrugën Albano dhe Romina, e cila është një nga zonat me risk për përmbytje në kohë merreshje intensive shiu, dhe ndërhyrja bëhet mjaft e domosdoshme, duke e mbajtur këtë zonë nën kontroll. Shoqëria e ujësillës kanalizime rajoni Vlorë vijon angazhimin për pastrimin e kanaleve të ujrave të bardha. Këtë të njëjtë puna është fokusuar në lagjen 10 Korriku në kanalin e Siavit. Ndërhyrja ishte në zbatim të planit të masave për stinën merreshje shiu.